vendimi i dal nga zyrat e Edi Ramës dhe i firmosur nga gjykatës të paritur e të papërgjegjshëm, mbyll çdo shteg, çdo rrugë, çdo mundësi për luftën kundër korrupsionit, mbrojtjen me ligj të pasurive publike dhe të taksave të qytetarëve shqiptar. Edi Rama kreu aktin më të pashemullt në historinë e një shteti për të mbrojtur paratë e vjedhura dhe të ndara së bashku me Lubi Ballukun në tunelin e Llogaras dhe jo vetëm. Çdo përpjekje për të luftuar korrupsionin nga persona me imunitet bëhet zero. Kur Shqipëria në ekzistencën e saj nuk ka marrë një goditje kaq të rëndë në mbrojtjen e vjedhjes së qytetarëve shqiptar. Kur? Që nga themelimi i shtetit shqiptar deri sot, vendimi i dal nga zyrat e Edi Ramës dhe i certifikuar nga gjykatës të papërgjegjshëm dhe të paritur, të gjykatës kushtetuese, rrëzon përfundimisht shtetin ligjor dhe garanton vjedhjen e haptas dhe publike të parave dhe pasurive të qytetarëve shqiptar, shndrimin e kësaj vjedhje e këtyre shumave në vota dhe votës në krim. Ai raport që unë e kam denoncuar para jush vite e vite, tani ai raport ka marrë mburojnë më të fuqishme nga narko gjykata, nga narko shteti, nga Edi Rama me certifikimin e vendimit të tij në gjykatë. Ndaj dhe shpresa e vetme, rruga e vetme është që qytetarët shqiptar të marrin në dorë fatin e tyre, votën e tyre, të ardhmen e tyre. Dhe kjo ka vetëm një rrugë, protestën dhe vetëm protestën. 22 dhjetori është një ditë në të cilën çdo shqiptar pa dallim nga bindjet partjake mund të dëshmojë guximin, vendosmërinë e tij në denoncim dhe demaskimin e mbrojtjes publike që Edi Rama ju bëri vjedhjeve të tij dhe Lubi Ballukut në përpjekjen për të rikthyer qeverinë teknike, vendosë qeverinë teknike dhe zgjedhje të ardhshme. Sot, përveç kësaj thirrje, do paraqes para jush faktet e pa kundërshtueshme, habin e radhës, se si
Edi Rama shëndroi paketën e maleve në paketën e drogës dhe mafjes. Në paketën e drogës dhe mafjes. Para se të paraqes dokumentat, do të rikujtoj qytetarëve shqiptarë se Shqipëria është një vend me lartësinë mesatare më të lartë në Europë. Ajo ka këtë lartësi, jo se ka lartësitë e malit bardh apo majat më të larta të kontinentit, por se ka majat e larta më të shumta të kontinentit. Ndaj dhe lartësia e saj shkon në 708 metër si lartësi mesatare. Do shifni këtu që paketa e maleve, që se si Edi Rama e zbret paketën e maleve në lartësinë 10 metra nga niveli i detit dhe lartësinë maksimale deri në 100 metra mbi nivelin e detit. Pra do shifni këtu se si Edi Rama ka përdor me këtë vendim, ka transformuar paketën që ai miratoi për zonat malore në paketën e drogës dhe mafjes së tij. Vazhdoj. Tjetër. 20 zona dhe sipërfaqe bregdetare të shpallura si male. Ka nevojë jep një. Kush e ka mikrofonin? Pra, këtu, mbi bazën e vendimit që kishit me sipër, po paraqesim këtu 20 zonat dhe sipërfaqet bregdetare të shpallura nga mafja, droga dhe Edi Rama si male apo zona malore. 1. Zona zhvillimore numër 1, njësia administrative Maminas, zona Rubjek, me sipërfaqe 169.5 hektar. Rubjeka është në një lartësi ta zëm 30 metra, me qenë se unë e njoh atë zonë, kam qenë dikur në atë fshat, një zonë kodrinore e butë fare, që vjen vazhdim i Bregdetit. 2. Zona zhvillimore numër 2, njësia administrative Maminas, zona Rubjek, me sipërfaqe 3.88 hektar. E maleve të Rubjeks, zona e maleve të Rubjeks. 3. Zona zhvillimore numër 3, njësia administrative Maminas, zona Rubjek, me sipërfaqe 4.48 hektar. Zona zhvillimore numër 4, njësia administrative Maminas, pra shifni ju, Maminasit janë të themin e diku nga Male Çajupit, apo nga Korabi, Malet e Sharrit. Maminas, zona Rubjek, me sipërfaqe 4.48 hektar. Zona zhvillimore numër 4, njësia administrative Maminas, zona Karrec, me sipërfaqe 32.15 hektar. Vazhdo me lartë. Zona zhvillimore numër 5, njësia administrative Alpet e Maminasit, zona Karpen, me sipërfaqe 1.36 hektar. Zona zhvillimore numër 6, njësia administrative
Maminas, zona Karpen me sipërfaqe 2.57 hektar. Zona zhvillimore numër 7, njësia administrative Alpet e Maminasit, zona Karpen me sipërfaqe 10 hektar. Zona zhvillimore numër 8, njësia administrative Malet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 3.5 hektar. Zona zhvillimore numër 9, njësia administrative Vargmalet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 1.7 hektar. Zona zhvillimore numër 10, njësia administrative Bjeshkt e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 2.7 hektar. Zona zhvillimore numër 11, njësia administrative Maminas Mali Tomorit, zona Metal me sipërfaqe 3 hektar. Vazhdo. Zona zhvillimore numër 16, njësia administrative Gjepalaj, në Shetel Likesh, me sipërfaqe 16 hektar. Vazhdo. Zona zhvillimore numër 13, njësia administrative Alpet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 4.9 hektar. Zona zhvillimore numër 14, njësia administrative Vargmalet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 4.5 hektar. Zona zhvillimore numër 15, njësia administrative Bjeshkt e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 1.4 hektar. Zona zhvillimore numër 16, njësia administrative Gjepalaj, në Shetel Likesh me sipërfaqe 8.16 hektar. Pra, këto ishin 20 zonat, 20 paketat malore të Alpeve të Maminasit, që shkojnë me lartësi nga 10 metra mbi nivelin e detit, mesatarja 30 metra dhe me larta 100 metra mbi nivelin e detit. Të gjitha këto, ju mund të thoni, po ku janë emrat? Të gjitha këto janë marrë nga vendimet e Edi Ramës me firmën e tij. Emrat janë gjëja më e paransishëm, se do të tregoj dhe një herë për të kuptuar qytetarët se si janë emrat, si është çështja e emrave. Bëhet takimi në Aruba, me Donagacion, Munët Edi Ramën dhe qeveritarët e tjerë, thuhet. Në Aruba shtrohet në Tovolin kulla 124 në qendër të Tiranës. Everesti i Tiranës do të quhej, Everesti i Tiranës. Dhe thirret biznesmeni reale, i thuhet do t'jesh, do nërtosh këtë kull. Jo, i thot ai, nuk kam asnjë interes të nërtoj asnjë kull. Kam biznesin dhe do vazhdoj biznesin tim. Biznesmenit i thuhet, në ndërtimin e kësaj kulle ti ke këto detyra. Spari do të shkosh atje tek cepi ku ka qenë Disco Albania, që është sheshi pas Pallatit Kulturës në fund, dhe keni parasysh ju, ku kryqëzohet rruga e Dibrës me rrugën transversale të barikadave, aty ka qenë, në atë kënd ka qenë një diskotek,
diskotek Albania. Dhe aty ka disa pronar të cilët nuk kanë pranuar pazaret me çmimet e qeverisë e tjera tjera. Dhe është porositur që do marrish, do i takosh, do të ofrosh këtë çmim. Në rast se nuk e pranojnë, nuk do merresh me ta, se do merret dikush tjetër. Ai tjetri ishte banda. Vazhdo me tutje. Detyrat e biznesmenit. Detyrat e biznesmenit ishte të gjente një ortak. Dhe përveç kësaj, duhet të çonte projektin në një studio që do i diktonte Edi Rama. Dhe natyrisht do kishte një përqindje. Por, gjithçka tjetër ishin emrat e Arubës. Vidin nga Aruba, bost me miljardat e tyre. S'kishte punë më. Prandaj dhe është e kohë të lidhemi me emra, se do na dal si në rastin e Salillarit, që magazinieri i tij, pensionist, merr portin e Vlorës 60 milion euro. 60 milion euro. Do na dal si ai që mori Bitcoinin, bankën e Bitcoinit digital, një emër prestonome, offshore, banka digitale offshore, jo onshore, kur emrat më të lakur për Bitcoinin janë Amant Josifi, Olsi Rama. Olsi Rama, Amant Josifi dhe ata që qëndrojnë mrapa. Po, pra, ju lutem mos merremi me prestonomet. Të gjithë kanë vetëm një emër, Edi Rama. Ja u them unë, të gjithë kanë një emër, Edi Rama. Ja paketa e maleve ku degradoj, paketën e plot të drogës. Ndaj dhe edhe kjo, pas certifikimit, pas licencës që mori Edi Rama, firmosen gjykatës të paritur gjerë në vesh dhe të papërgjegjshëm, është fjala vetëm e qytetarëve në qoftë se duan me guximin e tyre të shpëtojmë Shqipërinë nga ky regjim që vjedh natën ditën duke fjetur, duke bërë pushime, vjedh në çdo kohë, në çdo orë, në çdo ditë. Faleminderit.